Përshëndetje të nderuar gazetar, të nderuar qytetar, sot Demokracia me Prim prezanton ndërsimin analitik të fushatës zgjedhore me gjetjet kryesore nga vëzhgimi, përmes të cilit vlerësim synojmë të ofrojmë një pasqyrë reale mbi mënyrën se si është zhvilluar fushata zgjedhore, fushata në teren, çfarë mesazhe janë komunikuar dhe sa qetë përfshirëse ka qenë kjo fushatë. Në përgjithësi, fushata zgjedhore është zhvilluar në një ambient të qetë dhe pa incidente serioze të sigurisë. Ka pasur konkurrencë politike aktive, aktivitete të rregullta politike edhe pjesëmarrje qytetare në gjithë vendin. Megjithatë, gjatë vëzhgimit tonë, vlerësimi ynë tregon disa prirje dhe sfida të cilat kanë ndikuar drejt për drejt në cilësinë e fushatës. Gjatë fushatës është shënuar niveli i zbetin i entuziazmit qytetar. Pjesëmarrja e qytetarëve në aktivitetet e fushatës ka variuar në ndjeshëm me subjekte politike dhe formave të takimeve nga qindra pjesëmarrës deri në takime të gjëra me mbi 1000 pjesëmarrës. Llojet e aktiviteteve kanë qenë të kombinuara me pjesëmarrje të mesme dhe me pjesëmarrje të gjerë, sidomos në prezantimin e listave, edhe janë zhvilluar kryesisht në ambiente të mbyllura. Shtrirja e aktiviteteve ka treguar përqendrim të subjekteve në qytetet e mëdha urbane, të cilat kanë peshë elektorale, ndërsa komunat më të vogla, societetet më të vogla janë ekspozuar më pak në këtë fushatë. Fushata ka qenë dukshëm e personalizuar dhe centralizuar, liderët partijak apo kandidatët për kryeministër që vinë nga partitë politike kanë dominuar pothuajse të gjitha aktivitetet, ndërsa kandidatët për deputet dhe struktura të tjera partijake kanë pasur rol dytësor. Edhe pse ka pasur takime dhe organizime të kandidatëve pa prezencën e liderëve, këto takime kanë qenë të karakterit të vogël, edhe mendojmë që ky personalizim i fushatës drejt liderit ka kufizuar mundësi për paraqitjet programore nga ana e kandidatëve. Përfaqësimi dhe gjithëpërfshirja gjithashtu mbetën një sfidë serioze. Gratë kanë qenë të nënpërfaqësuara si force, mesatarisht 1 në 5 force, e në shumë takime kemi pasur edhe s'kemi pasur fare gra të cilat janë drejtuar publikut apo kanë marrë rolin e prezantimit të programit të diskutimit. Gjithashtu në listat zgjedhore, partitë subjektet politike nuk kanë treguar një angazhim për fuqisimin e gruas dhe pjesëmarrjes së saj në vendimmarrje, por kryesisht janë mjaftuar me 30% apo me prezencën me zbatimin e ligjit 30% në listat zgjedhore ku kanë marrë pjesë. Por s'ka pas ndonjë angazhim politik për fuqisimin e grave. Të rinjt, dorse kanë qenë aktiv shumë në aspektin logjistik edhe në organizimin e takimeve, gjithashtu nuk janë përfshirë mjaftueshëm në listat zgjedhore, nuk janë përfshirë mjaftueshëm në diskutimet publike edhe debatet programore ku ata mund të shprehin qëndrimet e tyre, edhe mosha dominuese e cila e karakterizon këtë fushatë është mes moshës nga 30 deri në 50 vjet. Personat me aftësi të kufizuar gjithashtu kanë qenë pothuajse të padukshëm në fushatë, qoftë në aspektin e pjesëmarrjes fizike apo qoftë edhe në aspektin e diskutimeve edhe prezantimeve të programeve. Fushata ka pasur mesazhet kryesore dhe temat programatike të prezantuar nga subjekte politike, kryesisht kanë qenë të orientuara drejt çështjeve ekonomike, sociale dhe atyre të sigurisë. Ndër çështjet e veçanta si punësimi, pagat, mirëqenia sociale, arsimi, shëndetësia, antarësimi në NATO, këtu kanë qenë disa çështje, disa tema që i kanë dominuar mesazhet politike. Madje çështja e arritjes së pagave dhe fuqizimi i skemave të tjera sociale kanë karakterizuar pothuajse të gjitha partitë pavarësisht me çfarë ideologjie garojnë në këto zgjedhje. Toni fushatës ka variuar nga ajo pozitive dhe motivuese deri te kritikuese e polarizuese. Megjithatë, përdorimi i gjuhës fyse e diskriminuese kryesisht ka qenë shumë më pak i shfaqur apo i shprehur në këtë fushatë se sa në fushatë të tjera. Pra, kryesisht gjuha ka qenë e moderuar, me përjashtim të disa momente të izoluara edhe me të paranishme të aktorët që nuk kanë qenë pjesë direkte e garës zgjedhore, siç kemi pasur rast me kryetar komunash apo edhe me antar të institucione pavara që përfaqësojnë partitë politike në këto institucione. Platformat kryesore të komunikimit politik që i kanë përdorur partitë gjatë kësaj fushate zgjedhore
kryesisht kanë qenë takimet direkte në grupet e vogla, mesme dhe takimet e mëdha, por gjithsesi ndër mjetet kryesore kanë qenë edhe rrjetet sociale, edhe media tradicionale. Megjithatë, edhe pse përmes këtyre komunikimeve, si rrjetet sociale, edhe mediat televizive kanë ofruar një shtrirje më të gjerë dhe më të shpejtë të mesazhe politike, duke rritur dukshmërinë e subjekte politike ndërveprimin me qytetar, kanë sjellë disa sfida të dukshme. Përfshirë rrezikun e dezinformimit, thjeshtësimin e diskutimit publik e diskursit politik edhe reduktimin e debatit substancial në mesazhe të shkurtra. Një shqetësim i veçantë, i cili mbetet i demokracisë në veprim, edhe o shprehur edhe gjatë kësaj fushate, është sepse fushata ka pasur, gjatë fushatës kemi pasur ndërhyrje edhe cënim të integritetit zgjedhor përmes shfrytëzimit të resurse publike për përfitime elektorale nga partia në pushtet. Rasti i vendimit për ndarjen nga 100 euro për pensionistët edhe fëmijët nga ana e qeverisë në detyrë, vetëm pak ditë para se të futemi në zgjedhje, është rast klasik i shfrytëzimit të resurse publike për qëllime elektorale, që mund të krijojë një avantazh të drejtë për subjektin politik në pushtet, kaqë subjekteve politike tjera që janë pjesë e procesit zgjedhor. Gjithashtu, puna trupa menaxhuese zgjedhore ka qenë përgjithsisht e rregull, edhe dukshëm më transparente, ndonse me raste të tensionimit në mbledhje të KQZ-s, sidomos sa i përket votimit nga jashtë Kosova apo edhe akreditimit të vëzhguesve. Në anën tjetër, paneli zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa ka pasur një rol kyç në integritetin e procesit zgjedhor, duke u fokusuar në paanshmëri, profesionalizëm dhe trajtim të ankesave. Aktiviteti i PZHP-s në këtë rast ka qenë vendimtar për rregullsinë e fushatës, duke ndihmuar në krijimin e një ambienti të besueshëm edhe të qetë për zhvillimin e aktivitetet të fushatës. Gjithsesi, kemi mbi 20 ankesa të cilat janë trajtuar nga PZHP, edhe këto ankesa kryesisht marrë ato të fundit mbrapa, të cilat kanë qenë për ndërhyrje edhe ndikim gjatë fushatës zgjedhore me resurse publike nga ana e disa aktorëve të partisë në pushtet, tjerat kanë qenë të karakterit të shpërndarjes së postera apo thyrjes së rregullave edhe vendosjes së këtyre postera në ambientet publike. Këto janë gjeturat që kemi nga raporti analitik i demokracisë në veprim gjatë këtyre 2 javëve fushat, edhe tani kur jemi në ditën e zgjedhjeve apo sot votohen në diasporë, e nesër jemi shumë pak orë nga fillimi i votimit në mëngjesin e dielës së 28 dhjetorit, ne kemi paralajmërime edhe kemi pasur raste të ndërprerjes së rrymës. Prandaj u bëjmë thirrje gjitha institucione që janë kompetente për garantimin e energjisë elektrike, e cila nuk do ta cenonte integritetin e procesit zgjedhor, edhe do të mundsonte që gjitha këta përfshirë qytetarë që votojnë kanë mundësinë që të shprehen ndjeshëm edhe dalin të shfrytëzojnë këtë drejt. Demokracia në veprim, gjatë ditës së nesme, ka të angazhuar rreth 600 vëzhgues, cilët do të jenë në modelin e PVT-s ose numërimit të paralel të votës, mosër, e cilët do të jenë të përfshirë në 600 vend votime gjatë ditës, edhe do të na mundsojnë që gjeturat nga vëzhgimi i tyre t'i plasojnë për publikun në mënyrë që të ndikojmë në ngritjen e transparencës, kredibilitetit edhe besueshmërisë në këtë proces zgjedhor. Gjatë ditës së nesme në ditën e zgjedhjeve, DNV do të ketë 4 konferenca për media, 3 do të janë kryesisht për procesin e votimit, edhe konferenca e fundit do të jetë konferencë e cila do të nxjerrë rezultatet zgjedhore që do dalin pas përmbytjes edhe pas numërimit. Këto janë gjeturat e raportit, ne ju falenderojmë edhe nesër gjatë ditës do të jemi së bashku me ju për t'ju informuar sa më shpejt, sa më korrekt edhe me informacione të besueshme, të cilat do ta ndihmojnë edhe do ta fuqizojnë procesin zgjedhor i cili pritet të ndodhë nesër. Faleminderit.